Një komp nuk mbahet me urrejtje, por me dashuri e besim, ka thënë Dremjeli. Vlen Aaki. Pse është shumë e rëndësishme që në këtë fushat politike, ne rinia nuk mund të jemi ata që djegemi e hidhrohemi. Sistemin ku ne jetojmë e kemi të domosdoshme me i pranu mendimet ndryshe. Bile, kohëve të fundit, jo vetëm me i pranu, por kemi filluar edhe me i admiru. Mirë po, vetëm pse kemi mendimet të ndryshme, kjo asnjëherë s'duhet me na çu deri tek hidhrimi. Përderisa skena politike ende e sheh politikën si ndeshje futbollit dhe veprojnë me fanatizëm, ne si rini nuk guxojmë të bim në grackën që ata na e bëjnë neve, se politika nuk është ndeshje futbolli. Politika është ndeshje mendimeve, ku qëllimi është të arrije deri tek e mira për shoqëri. Mendoni dhe votoni, se fundi, unë, ti e ai jemi ardhmë e këtij vendit. Nesër, unë, ti, ai do t'jemi këtu dhe ne do vendosim për këtë vend. Mendoni e votoni, por mes veti mos u hidhroni. Nejse, kush jam unë me shit mend, përveç se një iri me shumë ëndër e dashuri për këtë vend që më ka rit.